Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që ka transmetuar Imam Ibn Majah nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, pejgamberi alayhi salatu wasallam në hakin e punëtorit dhe mëditësit dhe hizmeçarit ka thënë alayhi salatu wasallam a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, ka thënë alayhi salatu wasallam jep jani punëtorit, këtë hadith apo është i njohur në mesin e muslimanëve, jep jani punëtorit shpërblimin e vet para se më u tha djersa. Para se më tha djersa. Ka ndonë djetarët, pra min njerë sa ta kryje punën, jepja hakin. Apo, jepja hakin. Në të kaluarën, hakin e kanë morë ditore. Apo, deri frikë, tash i kanë ndryshu këto me mujore, në të kaluarën i kanë morë ditore. Pse? Nëse nuk kanë bë planet, tash kjo planet që i kanë ka 50 vjetë, ka arë prej komunistave, nuk ka arë prej muslimane. Dhe gjënë e këtë hadith, ndër hadithet më shtrënguse, mbi çështjen e hizmeçarit. Ka transmetuar Imam Buhariu nga Ebi Huraira radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu te bareke ve teala, thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah. Thot Allahu jalla wala, me 3 njerëz jam hasëm në ahiret. Allahu jalla wala. Hadith e ka thënë Imam Buhariu. 3 veta thot Allahu jalla i kam hasëm në ahiret. Çfarë njëri do të më kanë ai që Allah i bëhet hasëm në ahiret? E tash kush është? Dëgjoni. I pari, ka thënë alayhi salatu wassalam, thot Allahu jalla wala, rajulun a'ta bi thumma ghadar. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu jalla wala, një njeri që Allah e ka hasën në ahiret. I pari ka be dhe ka dhënë në emër të Allahit fjalë, pastaj ka tradhtuar. I thu dikujt në emër të Zotit diçka, në emër të Allahut, ta kryj këtë punë. E sosi këtë punë. Rri rahat. Allahu po ta jap fjalën. Edhe mos e kryj. Ka thënë Allahu xha, as çket njëre kam hasën në ahiret. E kanë ka dietar kanë thënë, që të tre këtë injëna. Këtë injëna. Pse? Sepse të tërat e kanë këtë shpërdor emrin e Allahu xhelal dhe hakin e njerëzve dhe kanë shkel. I pari, në emrin të Allahut shkel. Të na e keni pa, valla billa talla. Po e di çka të thonë, valla billa talla. Valla, tjetri, shemo, njerëz që kanë gol. E shet materialin, e shet materin e vet, e shet artikullin e vet. Ai thot, kjo veturë vëlla, a në rregull, valla billah tallas, vetë se si thot pi fabrikës adul. Apo e pastaj ju e dini çka ndodhi probleme. Apo e pastaj thot, ndroje numrin. Një numër tjetër. I ka hazër numra për më ndrua. E ku është Allahu? Ç'i ban ben Allahu xhelal? Nëse më kanë ndaluar me babeku ti shat edhe blen. Se ti ç'ish mundesh me ti për domatet e tua me menu Allahun mes aty. Vallahi disa të mira janë. Si ka mundësi me ani thuj të mira janë rregull këtë nga vonë, ose thuj ku e di vaj janë të mira, unë i mora pi bashkë, çishum kanali, munoj mu largu për vërgjithësisë. Mos e nxjerr Allahu xhela përpara. E dyta, ka thënë pejgamberi alayhis salatu selam, ka thënë Allahu xhelalu ala, i dytë që Allah e ka hasën në ahiret, është një njeri e ka kap një njeri tjetër të lirë, edhe ja ka thënë njëri, ka thonë, çe bleje çeta për hizmeçar. Po ta shes. Ajo i lirë, kjo e ka shit. Kjo është hasën për Allahu xhelalu ala. Ka thënë dietar, ç'është kjo? Në të kaluarën i forti e ka kap njërin, apo marrë bleje. Marrë bleje. Shme bleje. A dini kujt i ka ndodhur kjo? Salman al-Farisiu. Salman al-Farisiu. E kanë bëu hizmeçar me zor. E ka kap njëri, e ka marrë me veti, edhe ka thënë, ka dalë bazar, ka thënë kush me bleje? Ka thënë Arab, po, gjë roba. Ai liru ka, e kanë bërë. Derisa u ka liruar në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe i treti, kush është i treti? Ka thënë alayhi salatu wasalam, edhe një njeri e ka marrë një punëtor, istajara ajira, e ka marrë një punëtor, e ai punëtori ja ka dhënë hakin punës. Fastawfa min, e kjo është i kënaqur për punën që e ka bëj. Wa lam yu'ti ajra. E ky pasaj se ja pagën. Allah e ka hasën që këtë shef në ahiret. Ti e ke marrë një punëtor, ta ka sos punën, edhe në fund i ke thonë, ec tash, apo ja ke hangër hakin, me Allahu ki mu ballafaqohet në ahiret. Hasën e ka Allahu gjë këtë njeri. Aty në kanë thënë Imam Buhariu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetër prej respekti që ka dhënë pejgamberi alaihi salatu wasalam hizmeçarëve ka shumë, nëse domun sallallahu alaihi ti përmend disa prej rasteve. Tregon Aisha radhiyallahu anha se një ditë për ditëve vjen një njeri dhe ankohet te pejgamberi alaihi salatu wasalam. Çka ankohet? Thotë ja Rasulullah,
Inne li memlukin, kam do rob, kam yzmeqarën. Apo ka thonë shpesh më rrejnë, më gënjen. Më tradhtojnë edhe së mëgojnë. Më rrejnë, më tradhtojnë, së mëgojnë. Ka thonë e unë i shaj edhe i ngaj me shuplaka. O dëribohëm edhe i godas. Qyshe kam halin une? Te Allahu Gjelluala. Qyshe kam halin? I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, yuhsabu ma khanuka wa asawka wa kadhabuk wa iqabuka iyahum fa in kana iqabuka iyahum biqadri dhunubihim kana kifafan la laka wala alayk. Shiko për mësëm. Ka thonë në akhirat mirët në hesap. Mirët hesapi ke çka të kanë gënjë, çka të kanë tradhtu, çka të kanë ngue, edhe i vnohet sa e ka që kjo dozën, masën. Ka thonë edhe merët që ki ndëshkimi jo qka e ke ba, edhe vnohen beshore. Si t'jem barabar, as për ti, as për ata. As ata s'kan bi ty, as ti mbi ata. Ka thonë, e nëse ndëshkimi që e ke ba ti, shuplakët që e ke dhonë ti, janë nën gjunat e tëre, atëhere, kene fadlen lek, atër ki për parësitin dhe e tëre. Dhe nëse ata ma shumë të kanë trathtu, ma shumë të kanë rrejt, se sa ti se e u kem shuhe, apo, atër ti i e më përpërsi. Ka thonë, e nëse është nën këta, ato të ma pak se sa ti shë i ke godit. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, iqtussa lahum minka al-fadlu. Atër i mirët haqit për tyje ju jepët atyne. Nësa ka rrejtë ti ma shumë e ke godit se sa aj që ka rrejtë apo të ka trathu apo të ka ngue, i merët haqi. Thot Aisha, fetanahar rëgjull, u largu ki burri edhe filloj me qajt. Apo filloj me qajt me zanë. Ka thonë komentator, sigur e ka një që ma shumë ka shpulla se sa rrejna. Apo? Edhe ka njës me qajt. E pëse më ka thonë, pëse po kanë? Pëse po kanë? Une nuk thash tjetër posa që e ka zbitë Allahu në Kur'an. Ka thonë, lexoje fjalën Allahu në surën Al-Anbiya, ajeti 47. Thot Allahu Gjellewala, wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyama. Thot Allahu Gjellewala, ne në ditën e kiametit i vnojna peshonët e drejta. S'ka ditë zullum. Allahu na ruaj nga zullumi dhe padrejtësit. Ka thonë atë ditë i vnojna peshonët e drejta. Fala tudhlamu nafsun shay'a. Atë ditë asnjë shpirtit si bëhet padrejtësi. Kur gjo hiq. A ke hizmeqar, a ke zotni, a ke punëtor, a ke argat, a ke kushtë ke. O dhe zërë, a ditë mirë më logari pengambert, alaihimu salatu e salam. Allah i vetë pengambert, si a keni bëhë me detyrën e juve. Thotë Allahu të barek e vëtjara, wa in kana mithqala habbatin min khardelin, atejna biha wa kafa bina hasibin. Thotë Allahu gjelluara, edhe nëse është sa kokra me e vogël, e faras, shka gjuhet për mu mbjell, na e bina dhe ta. Thotë Allahu, mi afton që na morë në logari. A i hikë Allahu gjelluara që diçka? A i hikë Allahu të barek e vëtjara diçka? A i diçka prej qelizave, atomeve, protoneve, neutroneve, si i kur gjanë, subhanahu wa ta'ala, a i ka kriju dhe a i din. A dhe i thali i sërë, pse po kam ki? Pse po kam ki? Unë e veç që e lezova, ajetin. Atëherë, kë njeri unë ardhe tha, wallahi ja Rasulallah. Atëherë, pasha Allah ja Rasulallah, unë e s'pas në zhidhe me këta. Unë do të dështoj në akhirat. Atëherë të veç një zhidhe e pas në. Ti liroj ketë. Apo, ti liroj ketë. Edhi tha, ketin i të lirë, keti ka liruar. I ka liruar për hitë Allahu të barek e vëtjara. Apo, edhe për nësam, e ka miratu këtë vejpër. S'ke bo pale qka. Nuk rritët se, në mund tash, a do me pësup për zullumi po, liroj. Edhe ka miratu për nga mberi a.s.